mbetjen në trafik gjatë rrugës nga Rogneri tek selia e Partisë Demokratike. Dhe një herë ndjes dhe ju ftoj të më drejtoni çdo pyetje që dëshironi. E nisim me Zef Kalfi, një gjë më habib. Se gjithë ky shqetësim për TikTokun, a ka plot rrjetet e tjera sociale për komunikim dhe informim? Shqiptarët nuk vuajnë për TikTok, por për një qeverisje të mirë, për rend dhe qetësi, për punësim dhe ekonomi, për ulje çmimesh, për rritje rrogash etj. etj. I dashur Zef, në pamje të parë, pyetja juaj është e drejtë dhe është e vërtetë se shqiptarët më shumë se për çdo gjë tjetër vuajnë për ato që ju thoni. Por unë nuk e di moshën tuaj, por për ata që kanë përjetuar në diktaturë e kanë të qartë se censura, cila do qoftë ajo, është akti më i shëmtuar i diktaturës dhe se të gjitha diktaturat nisin me censurën. Zef, lidhur me këtë, duhet të rikujtoj një fjalë të presidentit Donald Trump, që në vlerësimin tim është deklarata më e fuqishme e jetës së tij. Ai u tha amerikanëve para se të fitonte, që rreziku më i madh për kombin ton nuk është Kina, nuk është Rusia, ata janë, por rreziku më i madh është armiku i brendshëm. Ai armik i cili lartësonte flamurin e censurës, i cili e lavdronte censurën, ngrinte në institucione të vendit të lirisë zyrat e censurës. Kompanitë e mëdha që bën revolucion në komunikimin në shoqërinë njerëzore u rikthyen tek censorët dhe krijuan shtabet e censurës. Sekretari i Departamentit të Shtetit Antony Blinken në një vizitë blis në Shqipëri, Zef, vetëm marrëveshje që firmosi ishte marrëveshja për censurën me ministrin e jashtëm. Pra, pse ky reagim? Sigurisht do ta pranojmë. TikToku është një mjet jashtëzakonisht tërheqës dhe komod për komunikimin. Por akti i bllokimit të tij për faktin se me TikTok të rit po e kritikonin dhe po e përqeshnin Edi Ramën, është një akt brutal, është intolerancë e tij ndaj mendimit ndryshe. Për më tepër, Zef, nuk e di a je në dieni, por Edi Rama mori shkas për bllokimin e tij një shkak të rrem, një pretekst të rrem. Ai tha se i ndjeri Martin Cani u vra nga shoku i tij sepse u zun në TikTok. Por kompania TikTok deklaroi botërisht se as Martini, as shoku i tij nuk kishin llogari në TikTok. Pra, ky është, dhe të falenderoj për pyetjen që bëre, kjo është arsyeja sepse ne protestojmë për të kundër censurës, mbasi kur një kryeministër nuk ka të drejtë të privojë qytetarët e vet nga një mjet komunikimi. Ky bën atë që bënte Enver Hoxha, nëse ju kujtohet ju, me zërin Amerikës, që i vinte zhurmues në të katër anë, apo me televizionet italiane që u vinte zhurmues në mënyrë që njerëzit të mos ndëgjonin të vërtetat nga këto mjete. Petrit Matia, doktor përshëndetje, ne diasporës e mbaruam punën tonë. Sa e sigurt do të jetë vota jonë? Petrit, spari një përshëndetje më të përzemërtën. Ju dhe të gjithë shqiptarëve jashtë vendit. Viti 2025, edhe njerë, do ta përsërisim sa herë të komunikojmë.
është viti i diasporës shqiptare. Është viti në cilën diaspora, një lloj si në kohrat më të vështira për kombin, kur shqiptarë thoshin mbaju nën, mos ki frikë se i ke djemt në Amerikë, edhe sot shqiptarët në një narkodiktaturë përsërisin me vete mbaju nën, mos ke frikë se i ke djemt në diasporë dhe të dalin zot. Vota juaj do t'jetë e sigurt. Ju garantoj unë ju. Dhe ne po mbikëqyrim mbi bazën e ligjit çdo element të këtij procesi. Ndaj dhe me lutjen time të ndërmerrni tani përveç aplikimit që keni bërë për votim, të ndërmerrni tani një dialog me të gjithë shqiptarët që kanë aplikuar, që janë regjistruar, që të votojnë për shpëtimin e Shqipërisë nga narkodiktatura e Edi Ramës. Të tjerë që s'janë regjistruar, të shfrytëzojnë çdo mundësi për të qenë pranishëm në apelin e Shqipërisë me 11 maj. Shqipëria thret çdo shqiptar kudo që ndodhet ta ndihmoj atë. Rini, përshëndetje, doktor, kur ti fitosh zgjedhjet në 2025-ën, nga e ka rrugën Edi Rama? Edi Rama i dashurimi po përgatit së pari, po ju njoftoj se po përgatitet që të mos ja marrë kush Partisë Socialiste, por të qëndroj prap kryetari Partisë Socialiste. Tani, e vërteta është që Edi Ramën e presin procese ligjore, seri proceses ligjore në Shqipëri, por njeri është më e prorë nga gjithë të tjerët, është afera McGonigal. Kështu që mos u çudit që të kërkohet për ekstradim dhe unë ju jap ju fjalen se pa asnjë hezitim do të ekstradohet në Shtetet Bashkuara. Tahit Muja. Doktor, cilat do t'jenë vendimet e qeverisë tuaj në 100 ditën e parë për të stimuluar ekonominë, krijimin e vendeve të punës në sektorin privat, investimet strategjike, krijimin e një klime biznesi që të kthehen investitorët global dhe diaspora? Faleminderit dhe përshëndetjet për zemrët e Sait. Faleminderit për pyetjen. 100 ditë e para do të instalohet krahas paketës së dhimbshurisë me të cilën e nxjerrim Shqipërinë nga varfëria ekstreme. Do instalohet kuadri ligjor për krijimin e klimës më miqësore për biznesin që ka ekzistuar ndonjëherë. Ne e shpallëm Sait, Made in Albania do t'jetë krenaria jonë kombëtare. Ju jeni një nga ata biznesmen dhe specialist të shquar që i njihni shumë mirë potencialet e jashtëzakonshme minerare të këtij vendi. Do t'jenë paketa fiskale me taksën e shesht, do t'jenë garancit ligjore, do t'jetë ulje e çmimit të energjisë nga 18-24 lek kilovati në 6 lek, pra pjesëtimi me 3 i çmimit të energjisë. Do t'jetë nxitja e madhe e projekteve madhështore në fushën e energjisë solare, energjisë diellore,
energjisë ujore, do t'jetë tërheqja e kompanive të mëdha të eksplorimit, të shfrytëzimit, të përpunimit të mineraleve në Shqipëri. Do t'jetë Shqipëria e data qendrave, e inteligencë artificiale, e blockchain dhe kriptomonedhave, e internet 3. Pra, ne 3 muajt e parë hedhim baza të forta ligjore për të gjitha këto projekte dhe unë kam bindje se ju dhe kolegë tuaj Amerikan do vinë me kënaqësi të investojnë në Shqipëri. Milaim Nela, a do të shkohet në zgjedhje me Edvin Ramon kryeministër? A ka ndryshim qëndrimi nga Partia Demokratike sa i takon kësaj çështje kaq kardinale? Ndryshime të mëdha i dashur Milaim ka ndodhur. Siç e shihni, është e vërtet që Edi Rama bën gjithçka, por është e vërtet se projektor të fuqishëm janë drejtuar drejt Shqipërisë. Është e vërtet se brenda tyre ka një shkërmoqje të paparë. Është e vërtet se ka 2 muaj që këndojnë hymnin e Hajdutit, përpiqen të mbrojnë Erion Velin. Nga ana tjetër, Milaim, 3 rezoluta ndërkombëtare, siç e din ti, kanë denoncuar botërisht Edi Ramën si njeriun e farsës elektorale zgjedhore. Dhe nga ana tjetër, ati erdhi një paralajmërim shumë i fortë nga kryetari i Komitetit Kombëtar Republikan, zoti Kris Lasivita, i cili e paralajmëroi që të mos lost me zgjedhjet sepse pasojat do të bien mbi te. Pra është ky kompleks faktorësh, është dhe një klim, siç e keni ndjerë dhe ju në diasporë, e cila është e krahasueshme me vitet 91-92, që paralajmëron rënjen e paralajmëron përmbysjen e pashmangshme të narkodiktaturës me datën 11 maj. Faleminderit. Benard Hoxha, doktor, jam një banor i 5 majit, jemi takuar dhe bashkë para disa kohësh. Mund të më thoni ju lutem pse s'po e trajtoni çështjen tonë fare, sepse realisht na është bërë krim makabër ndaj pronës tonë. Faleminderit. Absolutisht do të trajtohet me të gjithë forcën ligjore. Qendresa juaj është regjistruar në historinë e lirisë shqiptarëve, po jo vetëm shqiptarëve, si qendresa qytetare më pamposhtur. Dhe unë ju garantoj se për çdo shkelje ligji, për çdo brutalitet dhe arbitraritet, shteti do përgjigjet dhe përgjegjësit do të ndëshkohen. Isa Muja, doktor, çfarë do të bëjë Partia Demokratike për të parandaluar vrasjet mafioze që po ndodhin në Shqipëri? Ju lutem konkretisht. Konkretisht të garantoj që klanët mafioze dhe antarët e tyre, njëri pas tjetrit dhe një nga një, do përfundojnë aty ku duhet ta kenë vendin para ligjit dhe në qeli. Zoti Muja, të rikujtoj këtu se në vitin 2005, në një afat kohor 18 muaj, vendosmëria jonë për të rivendos ligjin dhe shtetin ligjor bëri që dhe zero toleranca ndaj krimit, bëri që 205 organizata dhe grupe kriminale, bost dhe antarët e tyre, të kapen të arrestohen kudo që ishin nga
nga Malta në Suedi, apo në Shtetet Bashkuara, apo në Ankara dhe kudo, dhe të ekstradohen në Shqipëri, shumë prej tyre morën dënime për jetë, të tjerë dënimet e merituara, 1050 bos dhe antarë të këtyre organizatave. Edi Rama i liroi ata dhe aplikoi moton kokën t'i hanë njëri tjetrit dhe të bashkëpunoj me ta. Ne kemi zero tolerancë ndaj tyre dhe jam i bindur se kjo do jetë një nga aksionet më të para ndaj dhe grupet shqiptare mafioze do të ndiqen kudo që ndodhen. Alex Kaplaj. Unë jam Alex Martin Kaplaj, ish student i dhjetori dhe ndërthemeluesit e Partisë Demokratike në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Kam vite që jetoj në Itali. Pyetja 1. A do të ketë kandidat të diasporës në zgjedhjet e ardhshme, sepse ju e dini se 70% e diasporës është për Partinë Demokratike? Takimet tuaja në Rom, Parma, Athinë dhe Milano ishin madhështore. Biles nga këto takime doli qartë se Partia Demokratike i fiton zgjedhjet me 11 maj me votën e diasporës. Kjo është dhe arsye pse Edi Rama po u mohon të drejtën e votës gati 50.000 shqiptarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë. Dhe pyetja 2, a do të hiqni traun me Kosovën si hapi i parë administrativ i Bashkimit Kombëtar? Së pari, sigurisht që do ketë kandidat të diasporës dhe të shqiptarëve jashtë vendi, por duhet ta pranoj Alex se për shkak të procedurave të fiksuara më parë dhe të zhvillimeve të mëvonshme, ky proces nuk pati rregullimin që duhet kishte, por për të patur do ketë dhe do rregullohet në mënyrë ligjore në interesin më të mirë të shqiptarëve jashtë vendi. Për sa i përket traut, kam deklaruar dhe deklaroj se në rrugët e Shqipërisë trer nuk do ketë dhe ato do hiqen me shpejtësi javët e para, natyrisht kompanit do të heqja e tyre do bëhet në mënyrë tregtare, por trer ne e kemi në program elektoral, nuk pranojmë trer në rrugët e Shqipërisë. Mont Stërkaj, përshëndetje doktor, unë kam marrë një leje për park fotovoltaik, 7.5 MW, lejen më kam miratuar KKT-ja, kam paguar të gjitha detyrimet ndaj shtetit dhe jam bllokuar nga kryetari i bashkisë Tonin Marinaj, sepse më ka kërkuar 20% të investimit. Unë kam ndjekur, zoti Stërkaj, problemin tuaj dhe unë ju jap shumë të drejtë. Por këtu muri i korrupsionit është muri më i pamëshirë ndaj biznesit dhe qytetarëve shqiptarë. Ju garantoj se me datën 11 maj hapet një epokë krejt tjetër në projektin tonë Shqipëria madhështore. Parqet solare ka një vend qendror dhe ne jemi të zotuar të prodhojmë qindra e mira megawatt energji elektrike nga dielli, era, ujë dhe gazi. Shqipëria do të bëhet superfuqi energjetike rajonale. Gjerti Mingo, përshëndetje doktor, çfarë politikash do të ndiqni për fermerët se po i hedhin prodhimet në kanal? Qeveria aktuale është qeveria e shkatrimit të bizneseve të fermerëve shqiptarë. Në qoftë se ju i hidhni një sy statistikave zyrtare, ju do gjeni një rënje dramatike nga viti 2018 gjersot,
një përgjysmim dhe më shumë se përgjysmim në blegtori, në sera dhe një rënje të ndjeshme të prodhimit bujqësor. Partia Demokratike do të bëj gjithçka për suksesin e fermerit shqiptar. Së pari, do të subvencionoj për çdo prodhim, çdo fidan të mbjellur dhe çdo kokë bagti. Së dyti, do vendos sistemin simetrik të taksës, jo si që është sot asimetrik që ndëshkon fermerët dhe prodhimet e vendit. Së treti, do të krijoj bankën e zhvillimit me qëllimin kryesor, një projekt ky që i vitit 2012 që e kishim ne dhe tani e ka premtuar edhe krau tjetër, po le të marrë pjesë nga projekti se i zbatojmë ne vetë, s'ka nevojë. Por megjithatë, ne garantojmë fermerët se do vendoset sistemi i kreditimit të butë për të gjithë fermerët përveç subvencionit. Subvencioni për çdo fidan, për çdo krerë bagti, për çdo njësi prodhimi, dhe ne do arrijmë në subvencione të barabarta me vendet tjera të rajonit. Partia Demokratike gjithashtu do të riorganizojë tërësisht konsultën dhe shërbimin ndaj fermerëve shqiptar. Do të ketë një kontroll të rrept mbi inputet bujqësore. Të mos ndodhë kjo që ndodh sot, që prodhimet tona kthehen nga eksportet. Shqipëria ka potenciale shumë të mëdha në të gjitha fushat e bujqësisë dhe blegtorisë. Prodhimet do mbrohen. Nuk ka vend në botë që nuk mbron prodhimet e veta bujqësore. Dhe nuk ka vend që dëmton tjetrin pse mbron prodhimet e tij. Edi Rama kreu një krim të shëmtuar me Ballkanin e hapur. Hapi kufit ndaj prodhimit të Serbisë dhe la në fush prodhimet e fermerëve shqiptar. Kjo merr fund. Ballkani i hapur pas datës 11 maj nuk ekziston. Nuk ekziston. Nuk jemi ne kundër tregtisë së lirë, por ne jemi kundër tregtisë ku njeri të hap dyert dhe tjetri të vërshoj dhe të mbys tregun e tij. Kjo nuk është tregti e lirë. Tregtia e lirë ka norma. Në qoftë se Serbia ka investuar tek fermeri i saj, po marr një shifër arbitrare, 1.000 euro për hektar, Shqipëria ka investuar as 10 euro për hektar. Natyrisht këto fermerë nuk mund të krahasohen, nuk mund të barazohen njëri me tjetrin. Dhe ky që ka marrë vetëm 10 euro nga shteti krahasuar me atë që merr 1.000 euro, ky kërkon një mbrojtje. Përndryshe ky s'mund të ekzistojë. Por ky do ekzistojë. Shteti i pari do të rrisë subvencionin, së dyti do mbrojë shitjen e prodhimeve. Ardian Topia. Përshëndetje doktor, jam një invalid për shkak të ndërhyrjes në zemër dhe është e pamundur rikuperimi i kësaj sëmundje. Por na kërkojnë që të bëjmë dokumentat çdo vit. Meqenëse se sëmundja është e pa rikuperueshme, ju lutem shikoni mundësinë të paktën t'i bëjmë një herë në 3 vjet senasorollatin nëpër spitale plus sëmundjes që kemi. Kërkesa shumë e drejtë. Burokracia e narkodiktaturës është një burokraci pa sy, pa vesh, pa ndjeja. Është robot në raport me qytetarët. Kjo merr fund. Sigurisht do bëhet gjithçka për të lehtësuar vuajtjen, se nga një anë ra gjoksin, thot se me i Albania
ofroj kaq e aq shërbime. Nga ana tjetër, njerëzit heqin të zitë e ullirit me këtë burokraci, me kërkesa burokratike absurde. Ndaj dhe të gjitha këto do të rinormohen në të ardhmen. Andi Samuri, dashur doktor, doja t'ju bëja një pyetje, nëse do vinin pushtet, çfarë do bëni për studentët shqiptar? Studentët shqiptar do përgjysmohen tarifat. Bursa e tyre do të jetë 200 euro. Do hiqet mesatarja. Do bëhet gjithçka për punësimin e tyre. Për Shqipërinë është jetike që studentët shqiptar, të rinjt shqiptar, ëndrrën e tyre ta ndërtojnë në Shqipëri. Çiftet e reja do të kenë kredi të butë në mbar vendin kudo që të ndodhë. Studentët do kenë përparësi të mëdha në punësim. Sektori privat që do punësojë studentët do ketë lehtësi fiskale për ta. Sektori publik do të jetë i hapur. Pra, qëllimi ynë nuk është që vetëm studentët që studiojnë në Shqipëri dhe mbarojnë të qëndrojnë, por synimi ynë është dhe do jetë rikthimi në Shqipëri i qindra dhe mijëra të rinjve që shkollohen në Perëndim ose që punojnë për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri. Gjovi Nikolli, përshëndetje doktor. A thua është e gabueshme që t'i vësh në lista për deputet disa keqbërës të Lul Bashës dhe a mendoni se në listën e PD-s mund të dalin deputet për Lul Bashën? Faleminderit për pyetjen. Unë mendoj se në procesin e bashkimit të Partisë Demokratike, Partia Demokratike është treguar konsekuente në atë që ka shpallur. Ne shpallëm bashkimin në diversitet, sepse nuk mund të mohohet që për shkak të zhvillimeve dramatike brenda Partisë Demokratike, grupit deputetëve, po edhe në antarësi në një shkallë më të vogël, por grupit deputetëve, u përvijuan qëndrime të ndryshme. Bashkimi i deputetëve dhe grupit parlamentar ishte vendimtar për forcën tonë politike që të shkojë drejt 11 maj si forcë drejtfitores. Me qenë se po më pyet me emër konkret, përveç Taulant Balls, të garantoj që ai njeri nuk ka njeri tjetër me vete. Nuk ka. As njeri. Naj, demokrat, mbështesni kandidaturat e Partisë Demokratike se mbështesni fitoren. Lindita Backa, përshëndetje. A do të zbatohet ligji i administrimit për komunitetin se nuk po zgjidhim qoftë problemin më elementar të pompës së ujit? Do zbatohet plotësisht dhe do bëhet gjithçka që furnizimi me ujë, i cili nuk mungon, burimet i vjedhin kleptokratët, do bëhet gjithçka që ai furnizim të plotësoj nevojat e qytetarëve. Do ulet çmimi i ujit, i qeras ujit për familjet shqiptare.
Ridvan Alia, përshëndetje doktor, a do të bëhet një farë auditi për personat me shkollim falso që punojnë në administratën publike dhe ushtrojnë veprimtarinë si banda të krimit të organizuar? Që të gjitha ata të cilët ushtrojnë veprimtarinë në shkeljet ligjeve të vendit, do bëhet një audit dhe audit shumë i fortë. Patronazhistët duhet ta kenë të qartë se krimi elektoral do të jetë krimi më i ndëshkuar. Prandaj, t'i qëndrojnë ligjit, të zbatojnë ligjin, të mos bëhen pjesë e krimit të madh kushtetues me të cilin kërkojnë të shtrojnë zgjedhjet në farsë elektorale. Oligert Musta, përshëndetje doktor, duke qenë se Shqipëria është në këtë gjendje sepse u ndërtua një sistem drejtësie e kapur nga Sorosi dhe rilindja. Pyetja ime është, a mundet në programin e Partisë Demokratike prokurori i përgjithshëm dhe presidenti të zgjidhen me votë popullore? Oligert, propozimet tuaja janë të drejta. Për sa i përket presidentit, presidenti edhe mund zgjidhet me votë popullore, por Shqipëria është republikë parlamentare. Një president i zgjidhur me votë popullore, në vlerësimin tim, nuk mund të ishte një figurë pak a shumë ceremoniale, simbolike, siç është presidenti i Shqipërisë. Tani unë e kuptoj se president kur e dëgjojnë këtë fjalë, nuk e pëlqejnë, po ti je figurë ceremoniale, je figurë që për të nderuar në emër të kombit, është privilegj i madh shumë e tjerë. Pra, është diskutuar disa herë kjo çështje, po nuk ka marrë dhe Partia Demokratike mendon të qëndrojë në rubrikën parlamentare. Për sa i përket prokurorit përgjithshëm, zgjedhja e tij nuk është një praktike e lakmueshme. Pse? Një vend që zgjedh prokurorët janë Shtetet e Bashkuara, po mos harro se Alec Bragg edhe Leticia Jones ishin monstra të akuzës dhe ato bën shembull më i keq i akuzës, jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por në botë të zgjedhur nga financimet e Sorosit. Greta Beqiri, sot ekonomia mbahet kryesisht nga paratë të pista. A rrezikojmë një kolaps ekonomik nëse ato bllokohen? Absolutisht jo, përkundrazi, Greta. Bllokimi i tyre do të jetë ringjallja e vërtetë e ekonomisë shqiptare. Ato para kanë zhvlerësuar lekun, euron me 40%. Ato para, Greta, janë një nga faktorët, jo i vetëm, po një nga faktorët që në 6 trimestra njëri pas tjetri, prodhimi në Shqipëri bie në mënyrë katastrofale. Nga 10 gjerësimjet, eksportet janë ulur me 32%. Nga viti 2023 në vitin 2024. Pra, nuk janë ato mbajnë ndërtimin. Po cilin ndërtim, Greta? Mbajnë ndërtimin e këtyre kullave, monumentet korrupsionit dhe krimit, të cilat janë molla më ndaluar për shqiptarët. Një nënpunës shqiptar për të blerë një apartament në këto kulla duhet punoj 100 vjet. Duhet punoj 80 vjet. Pra, faktikisht, ato janë para që qarkullojnë të gjitha midis trafikantëve. Meliha Xhaferi, zoti Berisha, si do të arrihet frenimi i rritjes së çmimit të artikujve ushqimor bazë, sepse është bërë si rregull, sa herë ngrihen pagat, janë ngritur dhe çmimet. Si do të arrihet ky frenum? Zoti Xhaferi,
arritja frenimi kësaj rritje ka vetëm një rrugë, por një rrugë të provuar. Unë të flas tani me fakte të Institutit Evropian të Statistikës. Çfarë ka gjetë Instituti Evropian i Statistikës? Instituti Evropian i Statistikës ka gjetur se në vitin 2005-2013, megjithse Shqipëria dyfishoi rrogat, megjithse në Europë çmimet rriteshin, në Shqipëri çmimet u ulën. Do thoni u si ulën, u rrit prodhimi, i dashur mik. Shqipëria u bë eksportuese qumshti. Vetëm Myzeqeja mbarështronte 35.000 kokë lop race. Dumrea dhe zonat tjera të tëra u mbushen me sera. U investuë në frutikulturë, u shumëfishuë prodhimi, dhe kjo është arsyeja që sipas Eurostat, çmimet në Shqipëri nuk ndoqen çmimet në Europë, por patën drejtim të kundërt me gjithë rritjen e rrogave. Shqipëria ka potenciale shumë të mëdha prodhuese. Shqipëria është, merr Divjakën ti, po marrim Divjakën. Divjaka është një nga rajonet e prodhimeve më të hershme në Europë. Pra, ne do nxisim prodhimin shqiptar dhe nxitja e prodhimit shqiptar, subvencionimi i prodhimit shqiptar, subvencionimi i fermerëve përgjithësi prodhimi, është rruga më e sigurt që të mos rriten çmimet, po të ulen çmimet në Shqipëri. Hamit Izvira, pensionet siç i keni premtuar dhe ata që splotësojnë vitet e punës, a përfitojnë? Do përfitojnë. Nuk do ketë shqiptar, zoti Hamit, nuk do ketë shqiptar që do marrë, pavarësisht i ka si ka vit të punës, pavarësisht nga çdo rrethant tjetër, që nuk do marrë minimumin jetik 200 euro. Besoj se me këtë mas, me këtë vendim, ne japim përgjigje të shkëlqyer 57% të gjithë pensionistëve të Shqipërisë, të cilët janë me pension të pjesshëm dhe jo të plot. Evdar Kodheli, a ka ndonjë strategji këtë herë Partia Demokratike në pushtet që të mos shitet tek rilindja përsëri deputeti i PDI-s që zgjidhet me votat demokratëve? PDI-u ka 16 vjet që vepron kështu, merr votat e PD-s dhe bashkohet me rilindjen. Jo 16 vjet ka. Tani këto partitë e vogla e ke parasysh e kanë këtë punën e fleksibilitetit, por nuk ka 16 vjet, po t'ja marrish se duhet jemi të drejtë. Po t'i marrim të vërtetën, ai 2/3, më shumë se 2/3 ka qenë me Partinë Demokratike. Partia PDI-ja ka qenë aleate e Partisë Demokratike. Ka patur një moment që ka kaluar me Partinë Socialiste, por këto nuk janë janë gjëra të zakonshme, po thuaj, në jetën politike. Po këtë herë janë besnik 100% të Partisë Demokratike. Albano Honori, Berisha duhet të ndërhysh në treg sepse euro ka shkatruar mira e mira familje. Shumë shqiptar kanë humbur miliona lek në bankat e tyre sepse tregu shqiptar konsumon euro më shumë se lekun. Ky është një krim i rënd. Absolutisht. Albana ke shumë të drejtë. Është një goditje shumë e ramë, njerëzit nuk e kuptojnë, si duhet, ata që e kanë kurriz sigurisht lëkurë e kuptojnë. I shkatroi eksportet, por gjithashtu u zhvlerësuan në masën 38% remitencat që dërgohen nga diaspora. Çfarë do bëjë qeveria? Qeveria
së pari do ndërhyj për eksportet. Do të kompensoj të gjithë diferencën në kursin e këmbimit kompanive të eksportit, në mënyrë që ato të mos bien viktim e narko-eurove. Nuk janë euro, këto janë narko-euro. Janë narko-euro. Do të studiojmë ndërhyrjen edhe për remitencat që vinë nga jashtë. Edmir Çekrezi, cila është rruga që do të ndjekë PD-SHOE-ja për të tërhequr investitorët e huaj dhe si do të riformohet Made in Albania? Tërheqja e investitorëve të huaj ka disa kushte, Ermir, dhe të përshtes, dhe të falenderoj për pyetjen. Kushti i parë është sundimi i ligjit, rivendosja e ligjit dhe garancive ligjore. Pa ligj nuk ka investime, ka vetëm largim investimesh. Kushti i dytë është klima më miqësore ndaj biznesit. Shqipëria do të jetë vendi i taksave më të ulta në Europë. Në rast se rikthehemi disa vite mbrapa në një konvenjo kombëtare të Forza Italia të Silvio Berlusconi ka mbajtur një fjalim në cilin ai i është referuar në shumë pika edhe me emër programit të Partisë Demokratike dhe të Sali Berishës për biznesin. Ky program synon taksën e ulët, taksën 10%, taksën e sheshtë. Ky program synon një ofertë transparente për investitorin, një garë të ndershme. Unë u rikujtoj këtu se rrugët e Shqipërisë nga Kuksi në Durrës, nga Hanihotit në Kakavi, nga Tirana në Elbasan, të gjitha janë ndërtuar me kompanitë më të mëdha të ndërtimit të Europës dhe të botës. Pse e them këtë? E them këtë se kishte garë transparente. Investitorët e huaj nuk vinë pa garë transparente. Hidrocentralet e mëdha, Fani, hidrocentralet e Kaskadës Devollit, Statkraft është kompania më e madhe në Europë e ndërtimit në botë e ndërtimit të hidrocentraleve. Pra, ne garantojmë investorët e huaj një garë të ndershme. Një garë dhe një mjedis biznesi miqësor ndaj tyre. Shqipëria do të jetë vend model për tërheqjen e investimeve të huaja. Ne synojmë të bëjmë një quantum leap në projektin Shqipëria madhështore, në prodhimin e energjisë. Pse e synojmë këtë? A ka gjë më reale? Ne kemi burimet pashtershme. Jemi vendi me më shumë diell, ditë me diell në rajon. Jemi vend me burime ujore më të shumta në rajon. Jemi vend me platforma ere më të fuqishme në rajon. Tani është koha e tyre. Pse është koha e tyre? Kanë rënë kostot e prodhimit të paneleve diellore në mënyrë të dramatik, paneleve fotovoltaike, të turbinave të erës. Pra, të gjitha këto japin një mundësi të madhe Shqipërisë të bëhet një superfuqi rajonale në energji. Mos harro tjetër, Shqipëria është vendi
epicendër, do jetë epicendër shpërndarjes gazit në rajon. Ka gazsjellësin më të madh në jugun e Europës, kalon nëpër Shqipëri. Do ndërtoj termocentrale të mëdha. Kështu që të gjitha këto, projekti Shqipëria madhështore ka kusht të gjitha kushteve, krijimin e një klime miqësore për zbarkimin e kompanive të mëdha dhe serioze në Shqipëri. Avantgard Motors Durrës. Përshëndetje doktor, Bashkia Durrës akoma sot e kësaj dite nuk ka dëm shpërblyer për sa i përket dëmtimit që na ndodhi gjatë demontimit me shpërthim të kontrolluar të pallatit të VIP-ave në Durrës, i dëmtuar ky nga tërmeti i nëntorit 2019. Kjo sepse jemi demokrat dhe është e pastër kjo urrëtie nga ana e tyre. Faleminderit. Kryetaria e bashkisë që shkelmon të drejtat tuaja do bëhet përgjegjës paraligjit dhe qeveria do u dëm shpërblej ju me përparësi absolute qindark për qindark. Besnik Kala, përshëndetje doktor, a do të sekuestrohen pasuritë maramëndse të rilindësve pas 11 majit që kam vënë nga taksat e shqiptarëve? Nën tokë dhe mbi tokë, offshore dhe onshore, kudo që të ndodhen. Do ketë një ditë të përgjithshëm dhe ato do t'u kthehen qytetarëve shqiptarë. Regje Terzia, përshëndetje kryeministër, për lindjet e foshnjave, a keni ndonjë plan sepse po shpopullohet Shqipëria? Faleminderit. Popullimi i Shqipërisë do të jetë objektivi më madhor i Shqipërisë madhështore. Pra, nuk ka diskutim që do ketë një politikë demografike e cila do synojë dy drejtime. Së pari rikthimin e shqiptarëve në Shqipëri. Së dyti, nxitjen me të gjitha mënyrat të lindshmërisë dhe qëndrimit të shqiptarëve në Shqipëri. Lidhur me lindshmërinë, do vendoset paga, do vendoset shtesa në pagë për çdo fëmijë, e cila e bën plotësisht të përballueshme për familjen rritjen e fëmisë. Kurse fëmia i tretë nga linja gjermoshë 23 vjeçare do të përballohet tërësisht nga shteti. Kemi dhe një pyetje të fundit, Alfonsa Mataj, zoti Berisha, më shumë se një pyetje kam një kërkesë për gjithë ata të vrarë dhe të persekutuar të komunizmit. A ju kemi për borxh të paktën nga një pllak mermeri për çdo fshat dhe qytet të gdhendi me emrat e tyre, në radhë të parë i respektojmë vuajtjet e tyre dhe brezat që vinë, duke lexuar emrat bëhen më kurioz të dim për periudhën e komunizmit dhe bëhen më vigjilent, pra kurrën e kurrës mos lejojnë sisteme sado të ngjashme me sistemin komunist. Unë të falenderoj shumë për sugjerimin e drejtë. Dhe ju garantoj se e gjaj shumë të goditur propozimin tuaj. Do e shqyrtoj me seriozitetin më të madh. Çfarë ndodhi kjo? Kjo që sot përjetojmë ne, kjo rrejt i ka në të shkuarën. Për ne që jetuam diktaturën, ne këte kemi të qartë. Por gjenerata që nuk e njeh diktaturën, ka patur fatë madh mos e njoh, por sot nuk e ka të qartë se kjo narkodiktaturë është një kopje shëmtuar e diktaturës staliniste që jetuan shqiptarët. Pse e them këtë? Shiko çfarë, po marr vetëm një fenomen. Po marr sot debatin për prokurorinë. Sot prokuroria shqiptare bën gjahun politik të opozitarëve. Burgos procedon
pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë shkelje ligjore, 3 liderët kryesorët të partive kryesore opozitare. Merr mandate të zgjedhur opozitar, burgos deputet me dëshmitar falso dhe gjykata bashkë. Por kjo prokurori, nga ana tjetër, arreston zyrtar të lartë, arrestoi kryetarin e bashkisë, arreston drejtor, ka arrestuar ministër, ish-ministra, e tjerë. Tani, këtu në Shqipëri, ata që s'kan jetuar diktaturën, ata nuk e kanë qartë që kjo prokurori po vazhdon, po bën kopjen e prokurorisë në diktaturë. Diktatura kishte ligjet e veta. Dhe ato ligje parashikonin që nëse personi bënte këto sulme politike apo shkelte këto ligje, burgose, internohej, pushkatohej. Ama ishin të përcaktuara. Por kodi penal dhe kodi civil i diktaturës nuk kishin vetëm veprat politike, kishin dhe veprat ordinere. Ai që vriste, dënoi 25 vjet ose pushkatohej. Ai që villte, dënoi disa vite ose pra, drejtësia në diktaturë ishte krau politik i diktaturës, dënonte kundërshtarët e diktatorit me pamëshirësi, por dënonte edhe keqbërësit ordinerë. Kjo drejtësi në të gjitha vlerësimet ishte drejtësi politike. Edhe sot drejtësia është politike, një drejtësi që arreston liderët e partive kryesore opozitare pa asnjë fakt, po vetëm që kryetari mazhorancë të marrë mandatin e 4, është politike. Kjo nuk ka dyshim. Dhe ndaj ne e vuajmë këtë trashëgimi nga diktatura. Merr një element. Ne kemi me qindra mijëra martirë të fjalës lirë, burra dhe gra që flijuan jetën për dinjitet njerëzor dhe fjalën e lirë. Njohim të gjithë të pavdekshëm, poet, shkrimtar, që u ekzekutuar për vargjet e tyre, apo u varë në publik me firmën e Kristaq Rams. Tani, i shtroj pyetjen këtyre qytetarëve që nuk realizojnë se drejtësia politike është drejtësi diktature. A nuk është një akt i rënd censure, bllokimi pas një ligj, në shkelje flagrante të Kushtetutës, vetëm me vullnet politik një lloj si shefi i Talebanëve, apo një lloj si Ajatullahu i Teheranit, i TikTokut nga Edi Rama? Në qoftë se ti ke nocionin më elementar për lirin, e din që liria jote mbaron aty ku fillon liria tjetrit. Ti nuk ke të drejtë kur tu heqish ti 1.400.000 shqiptarëve të drejtën e përdorimit të TikTokut. Pse të kritikojnë ty? Pse Kristaq Rama firmosi të varet Havzinela? Pse?
Kristaq Rama ishte një skulptor, ishte i shkolluar në Moskë, ishte skulptor, ishte me ofiqe, por Kristaq Rama nuk toleron të dot vargjet e Havzinelës kundër pushtetit të tij. Dhe ndaj, për të shpëtuar nga ato vargje, ai zgjodhi të firmos me Ramizalin varjen në litar. Kështu që është e domosdoshme një proces i thellë dekomunistizimi, por një proces i thellë edhe një autopsi e narkodiktaturës që jetoi Shqipëria sot. Pra, edhe njerë ju falenderoj shumë për pyetjet që më bët, kënaqësi të veçantë për gjitha pyetjet që më adresuat, do përpiqem do t'jem më shpesh në komunikim direkt me ju. Komunikimi ynë real është i sinqert, cili do që dëshon mund të kontrollojë mesazhet, krahasuar me komunikimin e atij tjetër që flet me veten e tij dhe kryen një vepër penale të mashtrimit publik, kur pas check-upit që u bë, në 1600 komente dhe pyetje nuk figuronte asnjë autor pyetjesh me emrat që ai njoftoi. Pra ishin pyetje të bëra nga qytetari Edi Rama, qytetarit Edi Rama. Sy në sy. Pra ishte Edi Rama në pasqyrë. Ju uroj një fundjavë të mbarë dhe ju ftoj të vazhdojmë betejën tonë të sigurt drejt fitores së 11 majit, ju në shqiptarëve në Shqipëri dhe shqiptarëve kudo që janë, që të gjithë jemi sot, jetojmë vitin e diasporës, rrov diaspora shqiptare dhe shqiptarët kudo që janë.